Zotin Gjela, përshëndetje, kënaqësi t'ju kem. Mirëmbrëma. Sot jemi në një ditë të veçantë, po themi kështu, në kuadër të protestuesve, së pari sepse në shesh janë duke vijuar dy protesta paralele. Njëri është zoti Berisha që e ka thirrur foltore në orën 18 si gjithmonë, por në krau tjetër dhe zoti Lapaj që vijon të qëndroj në shesh ku në këtë moment të fundit gjatë një përplasje me policin ka vendosur t'ia liroj hapësirën përpara godinës Partisë Demokratike dhe të vijoj protestën pak metra më tej. Një koment për këtë lutem, si e shef nëse ndoshta do të kenë edhe një bashkëpunim në vijim, sepse të dy kanë përshëndetur dhe kanë bërë thirrje për të bashkuar njëri tjetrin, në fakt apo dhe demokratëve apo qytetarëve të thjeshtë. Kot, lodhje kot. Nuk kanë vota, zotëri. E kanë provuar. Pse do flasim kot? E kanë provuar, nuk kanë vota. Këtu vota janë dy parti. Partia Demokratike dhe Partia Socialiste. I marrin dot njërë nga këto. Të tjerët pastaj janë gjurmë albuminash, thoshin mjekët. Nuk është, s'kan vota. Djoni të themi gjë. Po? Me kam thënë disa herë, po e përsëris, është bipolare politika perëndimore dhe kështu është reflektuar dhe këtu me dy partit mëdha. Që quhet politikë bipolare. Nuk ndryshon. Nuk e ndryshuan dot italianët, nuk e ndryshuan dot, nuk është ndryshuar askund. Nuk u ndryshua as këtu. U bën gjithë ato parti, 1, 2, 3, është bipolare, dhe cilat janë polet, një i majt, një i djathtë. Partia Demokratike dhe Partia Socialiste. Në këtë kontekst, thoni që situata s'ka përndryshuar kur, pra të rindi kanë tentativa të dështuara. Zotri, ne kemi eksperiencën, ta shpjegova eksperiencën e politikës bipolare, dy polçe, në gjithë perëndimin. Ka dalë në Angli, me revolucionin borgjez anglez, dhe ka vazhduar në gjithë historinë e perëndimit. Kështu hyri edhe këtu. Sikur është e formuar me dy parti. Nuk u ndryshua dot edhe këtu ças bën harxhoan andej, vit këtej, merr andej, nuk e bën dot. Pse? Është psikologjia ose psikika shoqërore e sistemit dypartjak. Nuk kanë ndryshuar. Kur të ndryshojnë, do ndryshojë edhe këtu. Po faktin, zotin Gjela, që për shembull Partia Demokratike ka një tkurrje të konsiderueshme edhe në kuadër të numrave të votave që merr, të thirrjes së protestës, këtu nuk mund të krijohet hapësira për një lëvizje të re ose për të fuqizuar të rinjt, apo dhe këtu e shifin të pamundur? Nuk është punë të rinjve, zotri. Politika ka një aksion. Po? Kur nuk pranohet, flasim për partitë e mëdha që tentojnë për pushtet. Kur nuk pranohet kryetari, duhet i iki kryetari. Ka marrë fund e qartë. Kryetari i Partisë Demokratike nuk ka vota. Pse ri? Detiron dhe partin tjetë pa vota. Atëre përplasen dy interesa. Interesi partisë dhe interesi individual. A i tha nuk pyeson për interes të partisë. A e dëgjuat? Që të them unë, pra, problemi qëndron. Pse ndodh kjo? Duhet jemi realist në analizë. A ishte i shqetësuar, për të mos thënë i trembur, po i shqetësuar është për akuzën penale. Është në akuzë penale dhe i ka filluar gjyqi. Nuk mund t'jeti qetë. Me gjë do da shikojmë hap pas hapi. Kjo është historia. Por ama ka një gjë se në qoftë sa i dënohet, qoftë dhe një muaj, nuk pranohet t'jetë në politikë. Se lejon kushtetuta. Atë njeriu më i mërzitur se Saliu do t'jetë Rama. Pse? Po se do formohet me i kryetar të ri Partia Demokratike, diskutore. Dhe rrjedhimisht të rritë rrezikun. Po të mos jetë, ju lutem, po të mos jetë Saliu nuk fiton dot Rama. Ata bëjnë gjithë përpjekjet që të ri Saliu, unë e di nga brenda. Jo në mënyrë individuale, unë me ti. Kur thoni përpjekjet ç'formë? Me që se ju dini nga brenda. Ndihmojnë që të ri Saliu gjithmonë në kryet asaj partie, me gjithë veglat e mënyrat e veta që kanë. Unë nuk i di mënyrat, po e di që këtë kanë si filozofi të tyre, sa ma kanë thënë një nga krerët të tyre dikur. Këtë kanë ata. Duhet
të qëndroj Saliu, është e treta herë që o them. Ikni investigojni. Shikojni se si ka vepruar dhe si është shqetësuar ky Rama kur mund të ndrohet Saliu sekretari i PD-s. Pyetini. Aty e keni. Pra në rastin apokaliptik, po themi që mund të ndodhi kjo, duke qenë se është në hetim zoti Berisha, kush mund të jetë figura që mund ta ngrejë sërish Partinë Demokratike? Lëvizja e Salianit për shembull, besoni në të? Nuk di çfarë të them, sepse ajo është çështja e Kongresit që to kenë ata dhe në Kongres duhet dalë platforma. Është çështje platforme dhe çështje e rëndësishme e doktrinës. Po. Prandaj ne duhet të presim kur të ndodhë. Përpara s'mund ta dalim se krijojmë poezi kot. Po. Nuk kemi fakte. Urdhëroni çka kishit? Jo, më tepër duhet të qëndroja tek organizimi, tek forma, sepse në fakt ju thoni që nuk e besoni lëvizjet e reja, pra partitë e reja, por të vetmet që protestojnë janë pikërisht këto, ata që janë në opozit. Zoti Lapaj, Zoti Qori, Partia Demokratike, në këtë kontekst ju thoni që edhe tentativat e tyre janë të pasuksesshme, janë të dështuara. Më thoni sa e përkrajnë. Qindra njerëz, ku kanë ata? Sotri, ju thash një herë. Është aksion, hyni në enciklopedi ose në teoritë e politikës moderne, është bipolare politika. Kam marrë fund ajo, se unë ja thash pa ja, po përsëris, e kam thënë një 4 herë. Është bipolare, është me 2 pole. Gjeni një shtet perëndimor, Italia e prishi, para e mbani mend dhe ranë krizë. Nuk prishet, është bipolare. Është e majta dhe e djatha me 2 partit mëdha. Bëhen partit të vogla, por nuk tentojnë dot drejt pushtetit. Marrin 1 deputet, 2 deputet, s'ka ndonjë vlerë të madhe. Këto janë pamje në fakt, zoti Gjela, që ndjekim në këtë çast edhe të prezencës së qytetarëve që janë mbledhur për të protestuar me zotin Berisha gjatë foltores së thirrur të ditës së sotme, dhe në fakt faktohet ajo që ju theksuat pak më herët tek numrat, tek shifrat, tek po themi qytetarët që dalin apo që votojnë kësaj force, që edhe këtu duken që janë të minimizuar në formë maksimale. Zotri, një kryetar partie, lider, që thret njerëzit në protest, ose në miting politik, dhe nuk i shkojnë, duhet të iki kryetari, jo të iki njerëzit. Jo të shash njerëzit. Kryetari duhet të iki. Ka marrë fund ajo. Po këtu kemi një gjë që kryetari qëndron, sepse ka hallin e tij, ka hall të madh ai se është në proces penal. Edhe mendon që duke qenë kryetar partie, një parti dytë në Shqipëri, do kem përkraje ndërkombëtare nga e djathta, nga ajo, domethënë gjithë kërkesa e tij është tek gjyqi. Në qoftë se ai dënohet ikën nga politika, ja u thash. Unë nuk ja uroj, por po ju them si është ligji, si është kushtetuta. Të shikojmë tani se çfarë do ndodhi, nuk e di. Okej, avokat, ndërkohë që ne ndjekim me pamje të drejtë për drejta gjithë zhvillimin e protestës, duhet t'ju bëj një pyetje në lidhje dhe me zhvillimet të patura nga institucioni i drejtësisë, sigurisht është SPAK. Ka një zhvillim të ri atje, zgjedhja e kreut të ri të SPAK, zoti Klodian Bravo. Mendoni që do të ketë të njëjtin ritëm pune në vijim SPAK? Pa, nuk ndryshon ritmi. Sepse SPAK-un nuk e drejtojmë ne. Ikni aty i keni. Aty i keni ndërkombëtarët. I ka ekspert ndërkombëtar SPAK-u. Që kur është formuar, sepse ja po ju them dhe një gjë që nuk është thënë botërisht, po që unë e ti dhe rogat e larta që kanë ata i paguan Washingtoni. Zëshkutare. Pse? Sepse ishte presidenti Amerikan që deklaroi do t'ja heqim Shqipërisë korrupsionin, e mbani mend? Po. Biden që e tha, që nga ai moment ka filluar këtu kjo thuaja gjithë lëvizja antikorrupsion. Kjo lëvizja antikorrupsion që ka filluar, kjo nuk mund të mbaroj pa ikur korrupsioni, se do t'i qëndrojmë teorisë së Bidenit. Dakor? Kjo është alternativa, edhe pse në fakt ne kemi parë që ka patur një përplasje kohët e fundit dhe nëpërmjet kryeministrit Rama me BGH-n në prezencë të agjentëve që kanë mbërritur në kryeministri. Pra ju thoni që SPAK
do vijoj të ruaj standardin lartë, duke goditur dhe figura që padyshim mund t'jenë edhe më të larta në vend. Zotëri, ka një rregull politik. Po. Ka një rregull në moral. Ka një rregull në familje. Ai që të paguan, ai të drejton. Ka marrë fund. Edhe në momentet e ekspertizës, edhe në momentet e organeve të tilla, ai që të ka dërguar ekspertët, ose vetë ekspertët, edhe ai që të financon, sigurisht që të kontrollojnë, nuk diskutohet. Ka, po ju them, unë ju thash atë që nuk e dini. Nuk e drejtojmë ne SPAK-un, nesër shkoni edhe më njoftoni, aty i keni ekspertët, aty i keni ekspertët amerikanë. Shkoni, shikojni dhe më njoftoni. Zoti Gjela, më preket një gjë shumë interesante. Ju thoni që prokurorët paguen nga Amerika edhe rrogën e marrin nga Amerika? Po pra, kanë rrogat larta shumë, po të them, nuk i paguajmë ne. Buxheti i shtetit i paguan, por atë financën e derdhin ata. Qartë. Unë po ju them faktin, i pyesin atje të din ata, që? Mirë, Ngjela, do i marrë një koment të fundit në lidhje me protestën, po themi, madhështore, ka quajtur Berisha në datë 22 në Tiranë në kuadër të takimeve foltoreve që po bën, me sa duket ajo do jetë një protestë kombëtare. Mund të ndryshojë diçka? Po do jetë në datën 22. Po. T'ju them një gjë. Çdo eksperiment që dështon e ditë kë godet shkenstarit. Tani, çdo eksperiment që dështon në politik e di kë godet. Shumë e thjesht. Kryetarin e partisë që ka bërë lëvizjen. Ka marrë funde. Këto janë aksioma. I pranon apo si pranon Saliu nuk ka rëndësinë, për flasim për të vërtetën. Një bota i ka. Dhe kjo i vazhdon. Kjo është demokracia, zotri. Nuk mund të rish dot kryetar partie, dija të them, kryetar partie dhe të jesh të drejtosh atë thuaja partinë tënde, dhe mendon të vish në pushtet dhe je non grata në Amerikë. Nuk vazhdon biseda, zotri. Kush mund ta bëj këtë? Do më thonë, dëmton partinë e ti. Po se kam patur shpresa që mund të ndryshojnë me ardhin e zotit Trump. Më fani. E dini ju që Saliu është non grata në Amerikë? Po patjetër. Apo nuk e dini? Patjetër që po. Po rregull, si? Ma trego. Ai kur janë non grata në Amerikë nuk të pranon gjithë perëndimin e tij, apo? Ka rregull ai që. Tani ky pseri, ai ri për interesin e tij se është një proces penal. Unë jam avokat. Edhe unë po të isha avokat e ti, kështu do të thosha, qëndro, se atje do kesh mundësin që të fitosh diçka në gjyqin tënd penal. Dhe kjo është gjë normale, nuk është amorale, por do të dëmtoj kjo Saliu, apo do fitoj Saliu këtë, nuk e dim. Nëse dim. Ekziston mundësia, zotin Ngjela, që kjo nën grada të zhbëhet, të hiqet, ndoshta Partia Demokratike ka shpresuar shumë tek ardhja e presidentit Trump në pushtet. Shumë e kanë theksuar, e kanë përmendur, kanë shpresa. Dëgjoni të themi. Dëgjoni me vëmendje. Është non grata atje, është me vendim parlamentit, zotrim. Po. Nuk është me vendim presidentit. Është të shumicës parlamentare. Dhe ata e kanë doktrinë non gratën. Pra është e pashmangshme, janë zero shanse thoni ju që një gjë e tillë të ndodhë. Qartë. Nuk hiqet non grata sepse unë di arsyen. Po. Ju nuk e dini arsyen pse është bën non grata. Na e thoni? Por çfarë është kjo ndërhyrje? Ndjeni ju ka një ndërhyrje. Çfarë ndërhyrje ndjes? Nga ku diun, zëra. Okej. Edhe një rregullon regjia në çast. Rregullon regjia në çast. Po, ndjes. Rregullojnë që se më shqetëson. Po. E dini ju arsyen pse është non grata Saliu? Këtë ju pyeta që na e shpjegoni. Po të them unë ajo i them patrisht. Ka lidhje me Al-Qaedën. Ka është shumë e rëndë, zotri. E kanë goditur me këtë, është me
me forcat anti-amerikane dhe fjala bëhet për Al-Qaedën. Ma e fundet. Jo shumë e fort që thoni, zëtë Gjela. Po, i ko verifikojni. Qa më thua mua, si e fort? Unë si gënje kam unë. Ja, absolutisht, nuk e vëndë. Siç më kanë thënë, të them. Siç më kanë sjell këtë, të them. Dhe çështja është që Saliu ka pasur marrëdhënie me islamikët. Unë prandaj e besova, se e di që ai gjithë këtë kohë ka pasur marrëdhënie me forcat islamike. Ju e dini, apo s'e dini as të? Në rregull, atëherë, non grata i zhvon për këtë, që është ka marrëdhënie me forcat anti-amerikane, ndërkombëtare anti-amerikane. Pikë. Shikojeni, e kenë në motivin e non gratës. Dhe unë kam investiguar, kam pyetur, më kanë thënë ka këto, mund të ketë një 2-3 aspekte tjera, po është anti-amerikanizëm. Pra shpresat janë, ju thoni me bindje që Berisha mos të shpresoj kod dhe askush nga demokratët e tjerë. Sidomos me këtë deklaratë që më bë tani një herë, jam i sigurt që do t'i bjerë çdo shpresë. Po mund të ketë shpresë, po duhet të vinë në Amerikë komunistët. Vinë dot? Po di unë. Kjo nuk mund të ndodhi. Okej. Mirë. Mirë, zotin Gjela, falenderoj shumë, kënaqësi ty kisha. Edhe unë falenderoj shumë. Respekt.